Rahmetli Tasin Efendi Taufiki Kamjanit ka pas njohuri përpara prindim dhe ai thot më jep mua ti dokumentat, unë do t'i shoj me njëve. Edhe ai I merr dokumentat e mia dhe I çon në Sarajevo në vitin 1978. Fillim shkuam në provim pranus, kishte provim pranus nga Kurani dhe gjuha serbokroate, bile bashkë me prindin e atër shkuam, u shkode me tren, shku për Sarajevo. Ishna 3 kandidat ne, një ishte prej Zhirovnica, janë shënde imam në Zhirovnic, një kolegë, dhe një ishte prej Poroj, por ai e la, për një kohë shkurt, masën dhe e la, ne vazhdojmë, erdhe dhe ai me ne, him provim në Kur'an, kur duhet të him gjuhën serbokroate, Tasin Taufiki I tha drejtorit të medreses Sarajevës, tha jo, tha këto nuk do të hinë gjuhën serbokroate, shkaku se këto nuk kanë nevojë, këto nuk e dinë, por do ta mësojnë. Dhe ai pranoi ashtu, në që ne vetëm në Kur'an him në provim pranus dhe pritëm dalën rezultatet. Kur dolën rezultatet, ne nuk ishna në listë dhe ai u nervozu pak, mirë po hiri të drejtori, kishte e njifti ata, se dhe ai e kishte kri në Sarajevo, Tasin Efendi Taufiki, dhe I tha, çka është puna? Tha, ne nuk mund që na t'i nxjerrim në listë kandidatësh, por në vend shtator se janë pranu, shkaku se kishte shumë kandidat, kishte mbi 300 kandidat për di paralele me 90 vetë. Shkuam pa shtator, ishna të pranuar dhe filluam me shkollimin